I kemi dhënë në figurë tabelën e pajisjeve, shitja e pajisjeve, dhe tash këtu i bashkojmë qelit, e formojmë shuma ose totali, e definojmë përsëri vlera maksimale, e definojmë vlera minimale, e definojmë mesatarja, vlera mesatare, numri i artikujve më të mëdhej se 120 euro. E definojmë tash totalin. Totali është shuma. Spjeguam javën e kaluar se si llogaritet shuma. I zgjedhim fushët, i thona këtu shumë, e kemi shumën. Mënyra tjetër është e vendosim këtu, e thirrim funksionin për shumë, sum, ok, tash i zgjedhim fushët dhe e shtypim enter, përsëri e kemi shumën. E bëjmë pasqyrimin në kolonën tjetër dhe këtu e kemi shumën. Vlera maksimale mund të përcaktohet, i definojmë fushën, ku e lypim vlerën maksimale, e definojmë tash, i thona max, ky ne ka përcaktuar fushën, nuk e pranojmë ato, do më thonë deri këtu, enter. Vlera minimale, mundi me shkruaj shprehjen min, në altë kemi mund të me shkruaj shprehjen max, i zgjedhim fushën, e mbyllim klapën, enter. Vlera mesatare është average, e zgjedhim tash average, në ka propozuar D4 deri në D13, nuk është deri në D13, po është deri në 10. Dalim jashtë dhe shtypim enter. Numri i artikujve më i madh se 120. Shkojmë me if barabart me kont if e hapim klapën, e definuam vargun, tash e definojmë këtu kriteriumi shënohet në thojza më e madhe se 120, mbyllen thojzat dhe mbyllet klapa. I kemi 3. Dhe me thënë 25, 25, 65, 125, 25. Tash këtu mundim këto me marë edhe me pasqyrua në kolonën e dytë. Dhe e fituam këto masit. Për me rregullue, këto e bëjmë vetëm me 2 numra pas presës dhjetore, numër, ok, dhe tash e kemi edhe këto 2 numra pas presës dhjetore. Dhe kështu i fituam fushat e llogaritura, në të cilat shënuam, thonë totali, sum, vlera maksimale, vlera max, vlera minimale, min, mesatare, dhe numri i artikujve më i madh se 120, do të thonë me kont if, do të thonë këtu kemi average, min, max edhe totali.